Pas një fillim viti të zbetë sa i përket hyrjeve të shtetasve të huaj, muaji prill ka konfirmuar vimin e rritjes së turizmit, duke sinjalizuar kështu fillimin e sezonit. Sipas të dhënave të publikuara nga Instat, gjatë prillit në territorin shqiptar hyn mbi 1.6 milion shtetas shqiptar dhe të huaj, me një rritje prej 8.8% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit kaluar. Edhe pse ritmi i rritjes rezulton disi më i ulët se në mars, ku hyrjet u rritën me 11.7%, prilli ka ruajtur flukse të larta dhe ka konsoliduar tendencën pozitive të muajve të fundit. Kjo tregon se Shqipëria vijon të mbetet një destinacion tërheqës për turistët e huaj, ndërsa lëvizjet e shtetasve shqiptar jashtë dhe brenda vendit mbeten po ashtu të larta. Sipas statistikave, hyrjet e shtetasve të huaj u rritën me 8.8%, ndërsa ato të shtetasve shqiptar me 8.7%. Paralelisht, edhe daljet nga territori shqiptar shënuan rritje me rreth 8%, duke reflektuar një intensifikim të përgjithshëm të qarkullimit në prag të sezonit veror. Nga analiza sipas rajoneve rezulton se pjesa më e madhe e turistëve vijojnë të vinë nga Europa jugore, e cila përbën 74% të hyrjeve nga kontinenti evropian dhe 70% të hyrjeve në total. Ndërkohë Europa perëndimore kontriboi me 11% të hyrjeve, duke mbetur një treg i rëndësishëm për turizmin shqiptar. Të dhënat tregojnë gjithashtu se qëllimi kryesor i hyrjeve në Shqipëri mbetet turizmi dhe udhëtimet personale. Në 98% të rasteve, shtetasit e huaj kanë hyrë për arsye personale, si pushime, vizita familjare apo aktivitete jo profesionale. Në total, gjatë 4 muajve të parë të vitit, hyrjet nga të huajt në Shqipëri kanë kaluar mbi 2.5 milion, duke shënuar një rritje prej 5.1% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2025.